në Upwork është të lënë pa punë. Qysh edhe I kena po në videot para prake, me hap një profil në Upwork është tepër e thjeshtë. Ama me kriju dhe veç me lanë atë, s'ka kur farë benefite. Janë disa pika kyçe që ti duhesh me plotsu në mënyrë që mu dallu edhe me pas më lehtë me gjetë punë. Këto janë 5 pikat esenciale të cilat ti duhesh me patjetër mi plotsu dhe mi përditsu mënyrën e duhur në mënyrë që me pas më lehtë me gjetë punë. E para prej tyre është me shtu keywordat relevant në titullin tënd. Dytën e kemi skillsat relevant në profilin tënd. Tretën, me radhë e kemi me shtu portfolion, veçanërisht për profesionet që lidhen me dizajnin, programimin e tjerë. Me shtu certifikata cilat janë relevante për fushat edhe profesionet dhe skillsat të cilat ti ke përfundu. Dhe sfundi e kemi me u siguru që profili jot është 100% I kompletuar. Pse secila prej këtyre pikave është shumë e rëndësishme dhe të ndihmon ty në rrugtimin tënd si freelancer në Upwork. Titullin tënd duhesh me mendu si një përmbledhje e shkallësive dhe shërbimeve të cilat ti ofron, gjithashtu dhe eksperiencës tënde. Titulli duhet me qenë I plotësuar në atë mënyrë që përfshin keyworda që janë relevant, po dhe që kanë volum, do me thënë kanë kërkesë brenda për brenda platformës. Për shembull, një graphic designer I cili ka mbi 6 vite eksperiencë në fushën e tij, edhe është duke synuar me u kysh në tregun online të punës, veç specifikisht në Upwork, vitet e tij duhet gjithçysh të jenë të specifikuara në Upwork. Megjithatë, nëse ti shënon në titullin tënd që ti ke 6 vite eksperiencë, nëse hen edhe kërkon çat keyword në Upwork, e shoh që nuk është ka ndonjë lloj kërkesa. Po, nëse hen edhe shënon senior si keyword në Upwork ose senior graphic designer, e sheh që ka goxha shumë kërkesë. Edhe ky është pikërisht keywordi të cilën graphic designeru në këtë fjalë duhet me përdorë. Gjithashtu, përveç këtij keywordit gjithëpërfshirës, duhemi edhe me qenë të specifikuar. Për shembull, po supozojna që ky graphic designer merret përgjithsisht me logo edhe branding. Ky është keywordi tjetër, të cilën ai me patjetër duhet me pas në profilin e vet, edhe në titullin e vet. Pra logo and branding expert. Çka do tjetër që është relevante që ai ofron, duhet patjetër me qenë pjesë e titullit. Brenda karaktereve që Upworku I lejon. Të ngjashmen e kemi edhe me skills. Do me thënë, Upworku ta mundson ty që mi shtu deri në 15 skills në profilin tënd. Këto skills duhet me I përfshi keywordat që janë relevant për ty, edhe gjithashtu keywordat të cilat kanë volum dhe kërkesë në Upwork. Përderisa mundesh mi shtu 15 keyworda, ki goxha hapësirë që me manovru edhe me eksploru. Mos përdor keyworda të cilat nuk lidhen as nuk përputhen kërkon me çka ofronte edhe pse ndoshta kanë volum. Nëse je për shembull social media manager, nuk ta rekomandoj me shtu në keyword data entry ose transcription ose ngjashme, përkundër që janë keyworda të cilat kanë shumë volum, për arsye se nuk lidhen me ato çka ti ofron. Po për shembull, mundesh me përdor keyworda të tjerë të cilat janë më specifik në fusha specifike që ty mund të ndihmu. Për shembull, e-commerce advertising, Pinterest advertising, Pinterest marketing ose Facebook marketing e të ngjashme. Na përveç se duhena me shtu këto keyworda në profilin tonë që me sinjalizu Upworkun se me çka merremi na dhe me ndihmu algoritmet që me na pozicionu neve në kategoritë e duhura dhe te klientët e duhur, përmes këtyre keywordave klientët gjithashtu na gjejnë neve. Për çata na duhet me qenë sa më specifik në këta keyworda dhe me qenë shumë strategjik në mënyrën se çysh I përzgjedhim. Paralelisht sa janë të rëndësishëm titull dhe skills, gjithashtu portfolio është tepër e rëndësishme. E veçanërisht për profesionet që lidhen me dizajnin, programimin, e tjera. Të gjitha projektet e tua, ti duhet me siguru në portfolion tënde, të cilën e shton në Upwork. Fokusohu në projektet të cilat janë të kohëve të fundit, e të cilat e pasqyrojnë më mirë kreativitetin, shkallësitë edhe punën tënde. Si posto për shembull projekte të cilat I ke bërë shumë amote, po të cilat nuk kanë shumë lidhshmëri me atë teknikën ose mënyrën se si punon të sot. Gjithashtu, nëse je në fillimet e tua dhe nuk e ke asnjë projekt me cilin ke punuar më herët, edhe nuk i çam me tregu, merre këto si shenjë që ti dush me fillu me punu në disa projekte individuale, në mënyrë që me kriju një portfolion tonë sa me mujt me I tregu klientëve se çka mundesh me ofru ti edhe mënyrën se si ti punon dhe kreativitetin që ti e ke. E certifikata është një lehtësim që ti mundesh me shtu në Upwork. Normalisht Upwork ka shumë certifikata që ti I ke marrë sigurisht në Kosovë, nuk është që ti nja, po mundesh me shtu ato certifikata në mënyrë manuale. Kjo ta lehtëson ty që me qenë më I besueshëm për
klientët edhe me pas se ti je me të vërtet profesionist i asaj fushë ose i ke marrë njohurinë e nevojshme për me përformu punën ose taskun të cilin ata e kanë. Të gjitha këto elementa ty ta lehtësojnë me bë profilin 100% në Upwork. Gjithashtu e kemi work experience, university or education, të cilat ti duhesh me shtu, edhe description of work të cilën duhesh patjetër me shtu. Arsyeja pse është e rëndësishme me pas profilin 100% është se ta lehtëson dhe ta mundson me marr badges në Upwork. Që ty në të ardhmen ta lehtëson me marrë sa më shumë klienta dhe dukesh shumë e më shumë i besueshëm. E për këta trimnesha, ju rekomandoj që gjithashtu me shtu edhe një video t'juve në Upwork, ku ju shkurtimisht i bëni një prezantim të shkurt, shkallësive, eksperiencës dhe njohurive tuaja, dhe se pse klienti në Upwork duhet me të përzgjedh ty. Kto janë vetëm disa nga tips të cilat ta lehtësojnë dhe ta mundsojnë ty me ndërtu një karrierë suksesshme si freelancer në Upwork. Për çdo pyetje që ti e ke ose për çdo paqartësi, unë të ftoj që më na kontaktu edhe mu bë pjesë e komunitetit tonë. Shihemi në videon tjetër.